Pse Amerika nuk mund t'i fitoj luftrat e saj. Bazuar në editorialin e profesorit Peter Mansour, The Ohio State University. Në filmin ikonik Patton të vitit 1970, generali amerikan shprehet para trupave të tij. Amerikanët luajnë gjithmonë për të fituar. Unë nuk do t'i jepja asgjë një njeriu që humb dhe qesh. Kjo është arsyeja pse amerikanët nuk kanë humbur kurrë dhe nuk do të humbasin kurrë një luftë, sepse vetë mendimi i humbjes është i urryer para amerikanët. Ironia e kësaj skene është e dhimbshme. Ndërkohë që aktori George C. Scott i frymëzonte trupat kinematografike që do të mposhnin Gjermaninë naziste, një brezëri ushtarësh amerikan luftonte dhe vdiste në Vietnamin e largët, dhe ata do ta humbnin atë luftë. Bilanci i Amerikës që nga lufta e dytë botërore deri sot është ky: 3 fitore, Panama, Gjiri Persik, Kosova; 1 humbje, Vietnamin; 4 rezultate të paqarta, Korea, Iraku, Afganistani dhe Libia. Dhe nga luftrat e fundit të këtyre 3 dekadave, Amerika ka rrëzuar 4 regjime me forca armësh. 3 në ato vende sot janë në luftë civile ose kaos të plotë. Asnjëra nga luftrat e nxitura nga 11 shtatori nuk ka përfunduar mirë. Pyetja është e thjeshtë dhe e dhimbshme njëkohësisht. Pse nuk mund të fitojë Amerika luftrat e saj? Para se të analizojmë luftrat moderne amerikane, duhet të kuptojmë pse lufta e dytë botërore përfundoi kaq mirë. Shumë amerikanë mendojnë se fitoria ushtarake ishte e mjaftueshme. Mundën Gjermaninë, Italinë dhe Japoninë. Hitleri, Mussolini dhe Tojo ran. Puna u krye. Por ky është leximi i gabuar i historisë. Vetëm fitoria ushtarake nuk garantoi se Gjermania, Italia dhe Japonia do të dilnin nga konflikti si demokraci liberale të angazhuara ndaj prosperitetit dhe të drejtave të njerëzit. Ajo që e garantoi paqen e qëndrueshme ishte diçka tjetër. Prania e forcave ushtarake amerikane, ndihma ekonomike, plani Marshall dhe angazhimi politik i vendosur i politikbërzve amerikan për të rindërtuar ato kombe. Ky mësim, se fitoria ushtarake pas strategji post-lufte është e paplot, u harua dhe humbja e tij u pagua me gjak. 4 dekada luftë të ftohtë i kufizuan luftrat amerikane në mënyra të rëndësishme. Edhe generali i madh Douglas MacArthur thoshte se nuk ka zëvendësim për fitoren, por administratat Truman dhe Eisenhower kufizuan qëllimet amerikane në Kore, pasi ndërhyrja kineze e bëri ribashkimin e gadishullit ushtueshëm. Generali Omar Bradley, kryetari i shtabit të bashkuar, i tha Kongresit me 1951, zgjerimi i luftës në Kore do të na përfshinte në luftën e gabuar, në vendin e gabuar, në kohën e gabuar dhe kundër armikut të gabuar. 13 vjet më vonë, administrata Johnson do të përballej me të njëjtën dilemë, por me zgjidhje shumë më keq. Në 1964, ndërkohë që Vietnami i Jugut po shembej nën sulmet komuniste, administrata Johnson, e cila e shihte luftën si barë që i merrte burimet nga programet e brendshme sociale, zgjidhte panaceun e teknologjisë ushtarake moderne, fuqinë ajrore. Operacioni Rolling Thunder duhej të sillte Vietnamin e Veriut në tryezën e negociatave. Dështoi. Pastaj, administrata vendosi të dërgonte forca toksore, por pa mobilizuar rezervistët, sepse kjo do të nxiste debat publik që presidenti nuk e donte. Johnson dhe sekretari i mbrojtjes Robert McNamara gënjen krerët e Kongresit për strategjinë, nënvlerësuan nivelin e angazhimit dhe qëllimet e grumbullimit të forcave. Shtabi i bashkuar i kryesuesve e dinte se fitoria në Vietnam kërkonte të paktën gjysmë milion ushtar për 5 vjet ose më gjatë, por presidenti bleu heshtjen e tyre, me premtima për rritje të ardhshme të forcave. Pavarësisht rezervave të thella ndaj qasjes së administracionit Johnson, shtabi i bashkuar miratoi një strategji të gabuar. Fruti i hidhur i kësaj strategjie të keq formuluar. 58.000 amerikanë të vdekur dhe humbje ushtarake. Luftrat e administratës George H.W. Bush në Panama në 1989 dhe në Gjirin Arabik në 1991 kishin rezultate shumë më të mira. Pse? Historianët identifikojnë disa arsye. E para, qëllime të artikuluar qartë dhe të arritshme.
askush nuk po pretendonte se do të transformonte Panaman ose Irakun në demokraci perëndimore. Mision i kufizuar, i qartë, i matshëm. E dyta, mbështetja e gjerë vendaseve ndërkombëtare. Koalicioni i gjirit kishte disa vjedra shtete, legitimiteti ishte i pakundërshtueshëm. E treta, aplikimi i forcës mbizotruese. Jo gradualizëm, jo eskalimi i kujdesshëm, por forcë masive e drejtuar drejt objektivave të qarta. E katërta, kushte fundore të artikuluar qartë që parandalonin angazhim të zgjatur pas konflikti. Kuvajtianët gishin të kënaqur me çlirimin. Njerëzit në Panama ishin mjaftueshëm indiferent ndaj largimit të diktatorit Noriega. Ky kombinim, qëllimet qarta, mbështetje e gjerë, forcë vendimtare dhe dalje e planifikuar, ishte receta e suksesit. Recetë që administratat pasardhëse e harruan. Luftrat e nxitura nga sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 kanë dalë shumë keq. Në Afganistan, Irak dhe Libi, ndërimi i regjimeve erdhi lehtë. Pasojat ishin të paqarta, të gjakshme dhe të shtrenjta. As administrata Bush, as ajo Obama, nuk provuan që ishin të aftë për të menduar deri në fund lojën, për të krijuar stabilitet nga hiri i regjimeve të rrëzuara. Administrata Bush erdhi në detyrë në 2001, duke deklaruar specifikisht se SBA do të largohej nga ndërtimi i kombeve. Bush dhe këshilltarët e tij po mendonin për Ballkanin, jo Afganistanin apo Irakun. Por kur u përballën me realitetin e vendosjes së qeverisjes pas rënies së talibanëve dhe Saddam Husseinit, administrata Bush nuk pati zgjidhje tjetër veç nisjes së pushtimeve të gjata dhe të kushtueshme. Alternativa, të largoheshin dhe të linin situatën si ishte. U provua nga administrata Obama në Libi. Rezultatet, vendi shkatruar nga lufta civile dhe strehe sigurt për terrorist islamik. Pas 4 vitesh drift, Bush mori në fund të 2006-s një vendim të guximshëm. Rritje të forcave për të stabilizuar Irakun. Rritja funksionoi. Ish ambasadori i Ryan Crocker shkroi: "Nuk do të ndodhte pa angazhim intensiv dhe të qëndrueshëm amerikan." Muajt më të vështirë të jetës sime erdhën në gjysmën e parë të 2007-s. Me humbje në rritje, pas një garanci se strategjia do të funksiononte. Por funksionoi. Por sukseset e rritjes u anuluan nga paaftësia për të mbetur të angazhuar afatgjatë. Obama e shikonte largimin e forcave si përmbushje të premtimit të fushatës. Kur trupat u larguan në fund të 2011-s, SBA humbi levën që kishte mundësuar diplomacinë amerikane për të moderuar sjelljen sektare të qeverisë irakiane. Duke shpardhur fitoren, Obama hapi rrugën për rivitalizimin e forcave islamiste dhe shfaqjen e shtetit islamik. Ushtria gjermane e shekullit 20 ishte taktikisht dhe operacionalisht ndër forcat më të shkëlqyera që ka parë historia. Dhe megjithatë, humbi 2 luftra botërore, jo sepse ushtarët gjerman nuk luftonin mirë, por sepse leadershipi strategjik dështoi të kuptoj kufijtë e fuqisë ushtarake dhe të menaxhoi konflikte që Gjermania nuk mund t'i fitonte pavarësisht briljancës taktike. Sot, ushtria amerikane rrezikon saktësisht të njëjtën gjë. Forcë briljante taktikisht që dështon të mendojë strategjikisht. Mansur e shkroi këtë analizë në 2016. 10 vjet më vonë Amerika ndodhet në luftë me Iranin. Pyetja e tij shtrohet sërish: a ka ndryshuar diçka? Qëllimet, ndalimi i programit bërthamor, ndërrimi i regjimit, stabilizimi rajonal. Por njëri prej këtyre qëllimeve është në kundërshtim me tjetrin. Shumë ekspertë dyshojnë se shkatërimi i plotë i infrastrukturës bërthamore është i mundshëm vetëm nga ajri. Ndërrimi i regjimit nga ajri, historia thot qartë, nuk ka funksionuar kurrë. Plani post-luftë. Asnjë administratë nuk ka prezantuar publikisht vizion të qartë për çfarë vjen pas nëse regjimi iranian bie. Kush e plotson vakumin? Pa përgjigje, lufta mund të fitojë betejat dhe të humbas paqen, saktësisht si Iraku në 2003. Asimetria e kostove. Dronët iranian kushtojnë $10,000, interceptorat amerikan kushtojnë miliona. Irani lëshon me qindra njëherësh. Amerika ndodhet në garë kundër orës.
Ky është problem strukturor strategjik, saktësisht ai lloj problemi që Mansur paralajmëronte. Konsensusi strategjik. Historia e Irakut tregoi se si ndryshimi i administratave rrëzoi çdo fitore taktike. Bush ndërtoi stabilitetin, Obama e shkatroi me tërheqjen. Sot nuk ka asnjë shenjë konsensusi afatgjatë. Irani e di saktësisht sa duhet pres. Gjermania fitoi çdo betejë të madhe në fazat e para të dy luftrave botërore, por strategjia dështoi. Dhe dështimi i strategjisë i anulua të gjitha briljancat taktike. Sot Amerika fiton me shumë gjasë çdo ndërveprim ajror me Iranin, ka teknologjinë, ka trajnimin, por pyetja e Mansurit mbetet e hapur. A fiton strategjinë? Mansur e shkrojti diagnozën 10 vjet para se kjo luftë të fillonte. Çdo paralajmërim i tij, mungesa e qëllimeve të qarta, mungesa e planit post-luftë, mungesa e konsensusit strategjik është sot relevant në mënyrë alarmante. Historia nuk përsëritet saktësisht, por rimon, dhe rima e sotme tingëllon shumë e ngjashme me ato që dëgjuam në Hanoi 1968, Bagdad 2006 dhe Kabul 2021. Pyetja nuk është nëse Amerika ka forcën për të luftuar, e ka. Pyetja është nëse ka urtësinë për të fituar, dhe fitoria e vërtet e qëndrueshme nuk arrihet kurrë nga taktikat pa strategji. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.